Nxënësit e klasës së 4 në shkollën Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa kanë përcjellë një mesazh të fortë ndërgjegjësimi me rastin e ditës së tokës, përmes vizatimeve të realizuara me shumë përkushtim, ku fëmijët kanë pasqyruar dëmet që i shkakton njeriu natyrës, si ndotja, prerja e pemëve dhe mbeturinat në mjedis. Në punimet e tyre nuk mungoi edhe mesazhi i shpresës, duke theksuar se çdo individ duhet të kujdeset për planetin, pasi toka është shtëpia jonë e përbashkët. Unë këtu kam vizatuar dy palma, një pjesë të rërës, ujin e kaltër, që është shumë i pastër, dhe diellin duke perënduar që shndrinë dhe jep një pamje të mrekullueshme. Unë këtë vizatime e kam bërë për ditën e tokës. Në rastin e ditës së tokës kam vizatuar një botë me fëmijë, sepse bota me fëmijë është një pastërti. Piktura ime tregon një pemë të thatë e cila edhe ajri nuk është i pastër. Njerëzit duhet ta pastrojnë tokën dhe ta mbrojnë që edhe toka të kujdeset për ne. Me që sot është dita e tokës, u kam vendosur të bëj një pikturë për të mbrojtur tokën. Ne duhet të kursejmë energjinë, duhet të kursejmë naftën dhe duhet të riciklojmë gjërat. Duhet të kursejmë ujin dhe nuk duhet të ndotim ambientin për një tokë të shëndetshme. Qëllimi për këtë pikturë ishte për lulëzimin e tokës. Ne sa më mirë ta mbajmë të tokë, ajo të lulëzojë dhe të jetë më e bukur. Ne mund ta mbajmë në duar tona duke shkëlqyer një tokë sa më e pastër. Unë kam vizatuar planetin Tokë. Janë dy pjesë, pjesa e ndotur dhe pjesa pastër. Jemi ne njerëzit të cilët e shkaktojmë ndotjen e mjedisit. Unë në ditën e tokës kam vizatuar planetin Tokë, i cili është ndarë në dy pjesë, pjesën e pastër dhe pjesën e ndotur. Në pjesën e ndotur gjithçka është e tharë. Në pjesën e pastër gjithçka është e lulëzuar. Nëpërmjet artit, këta artistë të vegjël tregojnë se ndryshimi fillon nga secili prej nesh, me veprime të vogla, por me ndikim të madh për të ardhmen e planetit.